Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të ulni sheqerin në gjak dhe të shpëtoni nga diabeti. Mos i fusni në gojë këto 4 ushqime. Personat që vuajnë nga diabeti mund të konsumojnë her pas here patate të skuqura ose edhe të ëmbëlsira. Edhe pse janë të pashëndetshme, mund t'i shtojnë në peshk. Konsumi i tyre për njerëzit që vuajnë nga diabeti mund të jetë i dëmshëm, ndërsa për njerëzit që nuk vuajnë prej tij nuk mund të jetë fundi botës. Ndërsa për personat që vuajnë nga diabeti, ngrënia e këtyre ushqimeve ka pasoja të rënda në jetën e përditshme, citon Elflajn. Është vështirë të thuhet çfarë është e mirë dhe çfarë jo, duke qenë se çdo person me diabet është disi ndryshe nga tjetri. Megjithatë, ata duhet të kenë kujdes të çfarë konsumojnë. Si nivelet e larta ashtu dhe të ulta të sheqerit në gjak, hiperglicemia dhe hipoglicemia mund të shkaktojnë simptoma të tilla si vjedhje, dhimbje të stomak, rrahje të shpejta në zemër, dridhje dhe marramendje. Në rastet më ekstreme, nivelet të larta ose të ulta të sheqerit në gjak mund të kenë pasoja të rënda deri në humbjen e jetës. Nëse vuani nga diabeti dhe po përjetoni këto simptoma, duhet të vizitoheni me patjetër nga mjeku specialist. Por cilat janë ushqimet që shkaktojnë më shumë probleme tek personat që vuajnë nga diabeti? Sipas UEPME, do të rendisim ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj, pasi mund të ndikojnë negativisht në përkatësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Në krye të listës qëndrojnë pijet e gazuara. Edhe pse ka pak të dhëna që lidhen me pijet e gazuara dietike, me shtimin në peshë dhe probleme të tjera shëndetësore, konsumi i rregullt i këtyre pijeve është i rrezikshëm për ata persona që vuajnë nga diabeti. Një kanaçe e vetme me pije të gazuara përmban 39 gram sheqer. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të rriturit të marrin jo më shumë se 36 gram sheqer në ditë. Sasia e lartë e sheqerit në këto pije mund të ndikojë negativisht në procesin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Lëngjit e frutave që shiten nëpër dyqane gjithashtu mund të kenë ndikime negative për shëndetin tuaj në rast se vuani nga diabeti. Lëngjit e frutave janë të shëndetshme deri në momentin që ato nuk kanë sheqer të shtuar. Për personat që vuajnë nga diabeti ose për të gjithë ne, nuk ka ndonjë diferencë të madhe mes konsumit të sheqerit në formën e pijeve të gazuara ose lëngjit e frutave që shiten në dyqane. Të dyja janë të pashëndetshme, ndërsa lëngjet që i përgatisni nga frutat e freskëta janë të mira për shëndetin, edhe pse nuk duhet të teproni me to nëse vuan nga diabeti. Petullat e ëmbla. Shumë persona me diabet e mendojnë në sheqerin si ushqimi numër 1 që rrit sheqerin në gjak, por në fakt janë karbohidratet që shkaktojnë një gjë të tillë. Petullat e përgatitura me drithra të përpunuara janë ndërburimet më të mëdha të karbohidrateve që shkaktojnë rritjen e sheqerit në gjak. Patatet e skuqura. Perimet me niste shtesë si patatet dhe misri janë ndërburimet kryesore të karbohidrateve, prandaj duhet të kufizohen ose të shmangen nga personat që vuajnë nga diabeti. Nëse nuk i skuqni patatet, rreziku dyfishohet. Ëmbëlsirat që shiten nëpër dyqane gjithashtu mund të shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Perimet, të cilat mund të përfshihen gjithashtu në dietën tuaj siç janë ato me nisështe, ndikojnë edhe në organizëm. Torta, biskota, karamele, të gjitha llojet e ëmbëlsirave kanë përmbajtje të lartë të sheqerit dhe drithra të rafinuara. Edhe më keq, nëse i blini ato në dyqane, shumë prej tyre përmbajnë yndyra të pangopura, duke rritur kështu rrezikun për shëndetin tuaj. Njerëzit me diabet janë më të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës, yndyrat e ngopura arrisin nivelin e kolesterolit total dhe shkaktojnë gjithashtu një dëm katastrofik për shëndetin tuaj. Por cilat janë frutat që duhet i shmangni në rast se vuani nga diabeti? Rrushi është një nga frutat i cili duhet të konsumohet me moderim në dietën tuaj, pasi në të kundërt shkakton edhe probleme me sheqerin. Edhe pse është i shijshëm dhe ushqyes, ai përmban nivele të larta të elementëve natyral. Ky sheqer mund të shkaktojë një rritje të shpejtë të nivelit të glukozës në gjak, gjë që është e rrezikshme edhe për njerëzit me diabet. Edhe mango gjithashtu duhet të mbahet në moderim. Mango është një frut tropikal dhe një lëndë e shijshme, por është gjithashtu e pasur me sheqerna dhe ose glukozë. Mund të jetë problematike për njerëzit që përpiqen të kontrollojnë nivelin e sheqerit në gjak. Fiku gjithashtu mund të jetë i dëmshëm për diabetikët. Shija e tij e ëmbëlit detyrohet përmbajtjes së lartë të glukozës. Kjo e bën të vështirë për njerëzit me diabet për të mbajtur nën kontroll nivelin e duhur të glukozës. Papaja.
Papaja është një frut tropikal freskues, por gjithashtu përmban sasi të konsiderueshme të sheqerit. Bananet njihen për butësinë dhe vlerat ushqyese, por teprimi me to mund të shkaktojë në lughatje të sheqerit. Nëse doni të keni një organizëm të fortë, duhet të tregojeni dorë shtrënguar me këto ushqime, të cilët i përmendëm më herët, dhe të zgjidhni gjithashtu ushqime sa më të përshtatshme për shëndetin tuaj. Shkencëtarët kanë zbuluar listën e ushqimeve më të rëndësishme që përmirësojnë shëndetin e njerëzve që vuajnë nga diabeti. Përzgjedhja e ushqimeve të shëndetshme që ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit është e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga diabeti tipi 2. Siç tregojnë ekspertët, janë ushqime të cilat rekomandohen për njerëzit që vuajnë nga diabeti për të stabilizuar kështu edhe luhatjet e sheqerit në gjak. Në dietën tuaj mund të shtoni boronicat, agrumet dhe bishtajat. Ngrënia e këtyre kokrave të vogla është e rëndësishme sepse përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës. Kjo do të thotë që qelizat janë më mikpritëse ndaj insulinës në trup. Lëndët antiinflamatore të boronicat paksojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare që shfaqet te personat që vuajnë nga diabeti. Portokalli, citro, mandarinat kanë efekte afatgjata në nivelin e sheqerit në gjak dhe kolesterol. Gjithashtu në dietën tuaj duhet të përfshini agrumet që përmbajnë lëndë antiinflamatore dhe fibra. Ekspertët thonë se ngrënia e frutave të plota dhe i lëngu i tyre ul rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Qiqrat, fasulet dhe thjerrzat kanë nivele të ulta glicemie dhe kanë një efekt terapeutik. Konsumi një racioni me bishtaja në ditë për 3 muaj çon ulje të ndjeshme të vlerave të hemoglobinës A1C dhe tensionit të gjakut, citon Bright Side. Çokolata e zezë dhe ushqimet me bazë bimore gjithashtu mund të jenë aleati juaj më i mirë kundër luhatjeve të sheqerit. Konsumi sasive të vogla të çokoladës së zezë të cilësisë superiore ul nivelin e insulinës dhe tensionit të gjakut. Konsumi i çokoladës së zezë me nivele të ulta sheqeri është i shëndetshëm edhe në karbohidratet e reja dhe për më tepër ajo lumturon shqisat tuaja dhe nuk ndikon në nivelin e glukozës. Vegetarianët janë më pak të rrezikuar nga diabeti tipi 2. Një regjim ushqimor i pasur me fruta, perime, arror dhe bishtaja ka ndikime domethënëse në jetën e personave që vuajnë nga diabeti. Nëse ju konsumoni ushqime me bazë bimore për një muaj të tërë, do të vini re një rënje të niveleve HbA1c, tensionit të gjakut, triglicerideve, kolesterolit dhe glukozës. Vaj ullirit në kombinim me barishtet gjithashtu mund të kthejë në aleatin tuaj më të mirë. Zvendësimi i ndyrnave trans me ato të ngopura dhe varietete më të shëndetshme dhe të pangopura është i rekomandueshëm për çdo njeri. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër jo vetëm që ul rrezikun e diabetit, por përmirëson shëndetin e glukozës dhe përdorimin e saj në qeliza. Vaji i ullirit duhet të jetë pjesë e pandashme e regjimeve ushqimore, së bashku me arrorët, farat, avokadot dhe peshqit e detit. Barishtet dhe perimet të gjelbra ulin nivelin e hemoglobinës A1C dhe faktorëve të rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Këto ushqime janë të pasura me vitaminën A, C dhe E, por edhe me minerale si mangani që kontribuojnë në përmirësimin e nivelit të glicemisë. Shkencëtarët rekomandojnë konsumin e të paktën 200 gram barishte në ditë, por edhe të paktën 70 gram perime të gjelbra në ditë. Arrorët, gjalpi i kikirikut dhe kanella. Nëse konsumoni 5 racione me arror në javë ose një lugë gjedhe me gjalp kikiriku në javë, do të jeni më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës dhe goditja në tru. Njerëzit që vuajnë nga diabeti dhe konsumojnë më shumë arror kanë nivele më të mira të sheqerit në gjak. Konsumoni në dietën tuaj më shumë bajame, arra ose gjalp kikiriku, por si gjithmonë tregoni kujdes me racionet dhe me kripën. Kjo erëzë është e mbushur gjithashtu edhe ndihmon uljen e niveleve të sheqera në gjak. Kanella ka aftësinë të mirëmbajë nivelin e glukozës në gjak dhe nuk ka asnjë efekt anësor. Kanella mund të kombinohet me tërshër, me kos, me gjalp ose me arror, ose edhe në kafe në mëngjesit, e cila mund të sjellë shumë përfitime sidomos edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trupin tuaj. Ndaj tregoni të kujdesshëm ndaj ushqimeve më të mira dhe zgjidhni ato të cilat i përshtaten organizmit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.